PDK dhe AAK nuk do të qeverisin së bashku në Kosovë. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës njoftoi se nuk do të ketë koalicion ndërmjet saj dhe partisë në pushtet PDK, që do të mundsonte bashkëqeverisje në këto momente. Në njoftimin e AAK-s bëhet e ditur se delegacionet e dy forcave politike, të kryesuara nga krerët Ramush Haradinaj dhe Hashim Thaçi, u takuan të hënën për të shqyrtuar mundësinë e bashkëpunimit në qeverinë e Kosovës, por dështuan në arritjen e një marrëveshjeje. Pas shqyrtimit të gjendjes aktuale politike në Kosovë, nuk u arrit marrëveshja e cila do të mundsonte bashkëqeverisjen e PDK-s dhe AAK-s në rrethanat e tanishme, thuhet në njoftim. Megjithatë, AAK përsëriti se do të ofrojë kontributin e saj në adresimin e çështjeve në interes të vendit, siç janë dialogu mes qeverisë së Kosovës dhe qeverisë së Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, reformën e sistemit zgjedhor dhe integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Si parti opozitare, AAK do të shfrytëzojë të gjithë mekanizmat politik për përmirësimin e jetës së qytetarëve të Kosovës dhe për krijimin e rrethanave më të volitshme për Kosovën, për të siguruar qëndrueshmërinë afatgjatë politike dhe ekonomike të Republikës së Kosovës, thuhet në deklaratë.